Më shumë para për shpërblimet e fundvitit për pensionistët. Rishikimi i buxhetit fondet rriten në vlerën e 97 milion euro. Me rishikimin e fundit të buxhetit të shtetit, qeveria ka vendosur që të rrisë fondet për shpërblimin e fundvitit për pensionistët nga 37,5 milion euro që ishte parashikuar fondi për shpërblimin e fundvitit në buxhetin fillestar. Vlera është rritur në 97 milion euro. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët i cili në vijimsi ka shënuar një rritje të frekuencës si edhe një trend rritës të masës së përfitimit. Ka gjithmonë në fokus përmirësimin e nivelit të plotësimit nevojave të kategorisë vulnerabël të pensionistëve, duke krijuar siguri në pritshmërinë e kësaj shtrese prej rreth 756.000 pensionistësh, krahas një besimi të shtuar të tyre për një qasje të vëmendshme dhe suportuese nga ana e qeverisë thuhet në relacion. Bonusi i fundvitit edhe për këtë vit pritet të jetë i ndar. Pensionistët që marrin deri në 20.000 lekë në muaj të marrin më shumë dhe kush merr mbi këtë vlerë të ketë bonus më të ulët.